Kam vënë re sidomos në takimet e zhvilluar në Itali, ku janë prezantuar libra tuaj, ku jeni përkthyer nga disa shtëpi botuese, edhe keni fituar disa çmime që jeni një autore shqiptare e njohur atje, por referuar eksperiencës në Europë dhe asaj në Kinë, duke bërë një krahasim. Sigurisht, Italia është një vend shumë i afërt për ne, jemi fqinj gjeografikisht, por kemi dhe histori të gjatë dhe të përbashkët, gati 2000 vjeçare. Kështu që dhe Italia është shteti evropian që i hapi dyert letërsisë shqipe. Na ndan dhe na bashkon deti. Na ndan dhe na bashkon deti, shumë e drejtë që e thatë. Por Italia nga gjithë vendet e Europës ishte e para mbas viteve 90 që hapi dyert shtëpitë e tyre botuese për shkrimtarët shqiptar, relativisht më shumë se sa vendet e tjera. Kështu që antje ndjen veten mirë, kuptohesh nga lexuesi italian, të kuptojnë ata e njohin Shqipërinë. Në rastin e Kinës sigurisht këtu ke një kuriozitet të madh që si do na kuptojnë neve lexuesi kinez, si do ta kuptoj librin tim për këtë largësi të madhe që kemi, po ndoshta na ka bashkuar, na kemi dhe një histori të përbashkët një periudhë të shkurtër. Por është mjaft interesante. Po. Meqense ngjarjet e këtij romani zhvillohen në Valbon. Po. Unë kur kam vizituar Valbonën, përfaqësues të strukturave të agroturizmit atje më kanë konfirmuar që kanë filluar ta vizitojnë shumë kinez këtë vend të turizmit malor. Edhe është shumë interesante. Edhe kjo më vjen shumë mirë, më vjen shumë mirë për këtë gjë, se vërtet ajo është një zonë e jashtëzakonshme për turizmin malor për shembull. Unë kam vendosur aty ngjarje mjaft interesante kur një lexues kinez që ka në dorë ky libër të shkojë ta shikoj atje. Shkon në zonë ku është subjekti, po.